Debati nis në një atmosferë të tensionuar, ku Labi përballet drejt për drejt me Limit dhe Albën. Që në fillim ai duket i acaruar nga mënyra se si të dy po flasin vazhdimisht për Klodin. Me zë të ngritur, Labi i pyet hapur pse po flasin keq për të dhe pse po e sulmojnë gjithmonë Klodin në çdo bisedë që hapet. Ai u thot se nuk është as pak rastësi që emri i Klodit del gjithmonë nga goja e tyre dhe se kjo tregon diçka më të thellë se sa thjesht mendim personal. Sipas Labit, mënyra se si Limi dhe Alba e përmendin Klodin është plot nervozizëm dhe mëllef, gjë që e bën atë të mendojë se ata nuk po flasin nga qetësia, por nga frika. Labi thekson se sulmet ndaj Klodit nuk janë të drejtë për drejta, por të maskuara me fjalë, nënkuptime dhe ironi. Ai thot se kjo mënyrë sjelljeje tregon pasiguri dhe jo forcë. Sipas tij, kur dikush është i sigurt për veten, nuk ka nevojë të flasë vazhdimisht për një tjetër person. Ai u drejtohet Limit dhe Albës duke i pyetur pse ndihen të kërcënuar nga Klodi dhe pse përpiqen ta ulin figurën e tij përmes fjalëve. Labi shprehet se Klodi nuk ka nevojë për mbrojtje, sepse vetë fakti që ata flasin kaq shumë për të, tregon se ai ka ndikim të madh në lojë. Debati bëhet edhe më i ashpër kur Labi thotë se duket qartë që Limi dhe Alba kanë frikë nga përballja e drejtë për drejtë me Klodin. Ai thekson se në vend që ta përballin hapur, ata zgjedhin të flasin pas shpine dhe ta sulmojnë në mungesë. Sipas Labit, kjo është shenjë dobësie dhe jo strategjie. Labi vazhdon duke thënë se Klodi i shqetëson ata jo për atë që thotë, por për atë që përfaqëson. Ai e përshkruan Klodin si një figurë që nuk ndikohet lehtë dhe që nuk i shmanget debateve, gjë që sipas tij i bën të tjerët të ndihen të pasigurt. Kjo, sipas Labit, është arsyeja pse Limi dhe Alba reagojnë me nerva dhe fjalë të rënda. Ai akuzon ata se po përpiqen të krijojnë një imazh negativ për Klodin, vetëm sepse nuk arrin ta kontrollojnë ose ta vendosin në pozicion të dobët. Labi thotë se kjo strategji nuk po funksionon dhe se publiku e kupton shumë mirë kur dikush sulmohet pa arsye të fortë. Gjatë debatit, Labi nuk tërhiqet nga qëndrimi i tij. Ai përsërit disa herë se problemi nuk është Klodi, por frika që Limi dhe Alba kanë ndaj tij. Sipas tij, sa herë që Klodi përmendet, reagimi i tyre emocional tregon se ai ka një peshë të madhe në lojë dhe në mendjet e tyre. Në fund, Labi e mbyll debatin duke thënë se sulmet verbale dhe fjalët e këqija nuk e dobësojnë Klodin, por përkundrazi e bëjnë më të fortë. Ai u thot Limit dhe Albës se nëse kanë diçka për të thënë, duhet ta thonë ballë për ballë dhe jo përmes fjalëve që tregojnë frikë dhe pasiguri. Atmosfera mbetet e rëndë, me tension që vazhdon të ndihet edhe pasi debati përfundon.